Ju lutëm, veç keni durim se e morët fjallin, ju dëgjum të gjithve, kështu që... Gjithashtu edhe Partia Demokratike e Kosovës nuk jep kandidat. Nga lëvizja vetëvendosje, Egzon Azemi. Falenderit. Ne duke i uru kryetarit Rama detyrën e sapo marrur, e vendosëm disa herë edhe një urim aty tek emri kryetarit, ku shkruan te urime koalicioni LDK, PDK, AK, Nisma, PSD, e tjera, se ka edhe shumë. Nuk e di pse po ju pengon. Nuk e di pse po ju pengon asamblezëve të këtij subjekti ky urim, pasi që një gjë e tillë po dëshmohet me vetë mos propozimin e kryesuesit të kuvendit. Pra, grupi më i madh parlamentar, në këtë rast Lidhja Demokratike e Kosovës, pati rastin të propozoj kryesuesin dhe nuk e propozon, ndërkohë urimin për një koalicion kaq gjigant e mohojnë dhe e largojnë letrën. Ju lutëm, veç keni durim se e morët fjallin, ju dëgjum të gjithve, kështu që... Nuk pja kuptoj këtë inat Sokolit, ndoshta nga arsyeja pse nuk e kam propozu Sokolin për... Kështu që... për me zbut këtë inat Sokolit, unë e propozoj Sokolin si kryesues të kuvendit. Qëtësi. Vazhdojmë seancën me Alianca për Armëninë e Kosovës, a ka propozues? Alianca për Armëninë e Kosovës. Qëtësi, ju lutem se s'po dëgjohet. Nuk kemi emër për... Nuk keni emër, ka Alianca për Armërinë e Kosovës emër, nuk ka. Lidhja për Prishtinën, kandidatin ju lutem. Të nderuar të pranishëm, i nderuari kryetar, kolega asamblezë, i nderuari ambasador, përfaqësues të policisë, të mediave, të shoqërisë civile, mirë se erdhët në seancën për inaugurimin e kuvendit komunal. Ju uroj të gjithëve marrjen e pozitës së re, qoftë një rrugtim i suksesshëm në arritjen e synimeve tona të përbashkëta, në mirëqenien e jetës së qytetarëve. Ne, grupi ynë i asamblezëve, e kandidojmë zotin Femi Kupina për pozitën e kryesuesit të kuvendit komunal të Prishtinës. Faleminderit. Pranon të gjitha 2 propozime, janë 5. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka. PDK-ja s'ka. Unë e po I lexoj, pastaj diskutojmë nëse s'është me rend të ditës. Lëvizja vetëvendosje, Sokol Havolli. Edhe Lidhja për Prishtinë, Femi Kupina. Kërkon fjallën kush? Sokol Havolli, Natyrisht se kjo është një propozim I cili këta e bëjmë për qëllime tjera dhe nuk mund të shkoj si tillë, sepse unë nuk pranoj të jem në kuadër të propozimeve, po sigurisht pak e kanë edhe inatin që kanë metë shumë brapa atje. Kështu që edhe parullat politike në një seancë solemne duhet t'i lojmë anash,